Agjerimi ka shpërblime maramendese. Andaj, Allah i madheshme në hadithin kursi që ka tha, e sa mu li vë ana ajzi u bihi. Agjerimi është i imi dhe unë shpërblej për te. Sa shpërblejnë është e pa përcaktume. Tani, për me dash me kuptu se sa është shpërblimi Allahut i madh, sa është madhënia e tij, sa është pasuria e tij, është maramendse, është e jashtëzakonshme, është e pakufizume. Edhe andaj kur thotë Allah i madheshëm, unë shpërblej për te, do thotë Allahu shpërblen për agjerimin tanë sipas pozicionit që i takon atij, madhnisë së tij subhanahu wa taala. Për me kuptu këtë situatë më lehtë dhe më mirë, shembull, kur vjen dikush te na mysafir, a japna një çokoladë, japna një lang, për shembull, japim diçka që kemi në shtëpinë tonë. Kur shkosh te një milioner, do thotë ai mundet me dhonë një orë që kushton për shembull 5.000 euro. Kur shkosh te një multimilioner, ai mund të dhonë një makinë që kushton 15.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro. Kur shkosh te një miliarder, ai mund me dhonë një dhuratë që kushton 1 milion euro. Sa ma shumë që ka pare edhe mundësi, aq ma shumë i ka shpërlimet e mëdhaja. E tash na kur flasim për Allahun, flasim për krijuesin e gjithësisë. Andaj në start, do të kur themi na se i gëzohet ditë kur takohet me Zotin e tij, është kjo e para, e dyta se shpërblimi është i jashtëzakonshëm, është maramendes, edhe normalisht shpërblimi që jep Allahu si surprizë për besimtarin, që ai nuk e din se cili do të jetë shpërblimi i Allahut për te, ati ka mi ashtu gëzimin se, për shembull, i ka bajt do matematikat e veta, ka fal namaz, ka agjëru, ka dhënë zeqat, edhe unë do të jem, për shembull, në kësi lloj pozicionit xhenetit. E kur vjen shpërblimi i agjerimit si surprizë e panjohur për te, se s'ka mujt me fut ai matematikat e veta, edhe të tregohet se ai ka menu ka me qenë, për shembull, aty ka dera e xhenetit ndoshta pak 2-3 shkallë më lart. I thot për shkak të agjerimit dhe shpërblimit të agjerimit, jo ti kemi shkue në gradën për shembull e 78. Nëse ka xheneti 100 gradë, 100 shkallë, ti kemi shkuar te 78, çka kemi qenë te 3-4. Kjo surprizë ka me të dhonë gëzim të jashtëzakonshëm, që ti kemi kuptuar se ai agjerim, me gjitha ato peripeci që i përmenda, tentova me sharu pak më herët, kemi kuptuar se ja paska vlet, edhe shumë pak bilën paska qenë ajo që ke bote për shpërblimin e madh që e ke fitu. Andaj, duhet me sqaru pak ma shumë se u ka bo si rutinë, mendoj, agjerimi, nuk jetë u bo një punë vogël, jetë u bo një agjeru si punë të madhe. Po, është fakt, sepse kanë herët duke insistu që na me përmenë se agjerimi është obligim, edhe është, nëse nuk agjerot, ka masa represive ndëshkuesin nga Zoti të mëdhoja, ndoshta na ka ikë me tentu me sqaru se adhurimi i agjerimit është shumë i madh, edhe fitimi është shumë i madh. Po aq është i madh fitimi në këtë botë, po është edhe shumë më i madh që s'mund ta paramendosh kur shkosh te Zoti Dhul Xhelal. Dhe me atë që tentova me sqaru në këtë hadith, mendoj do mjaftonte me nxit besimtarin për